Po, regjia, nëse keni mundësi... Okej. Po, nëse kemi tani të përmirësuar? Tash është mirë është. Po. Dhe në qoftë se mirëmi për bazë, vitin e kaluar kemi bërë rritje dikon për 16.% Nëse vazhdojmë edhe domethënë që pritet është e pashmangshme ngritja e çmimit të energjisë elektrike, do të rritet edhe për 20 ose 22% dhe me 36%. Faturat e energjisë elektrike aktualisht janë shumë të larta, domethënë dikun në qoftë se morëm me paga mestatare, dikun 25 deri në 30% ja merr pagës mestatare qytetarit gjatë dimrit. Dhe e dim që në momentin që bën kostot të shtesë, domethënë rritjes së çmimit të energjisë elektrike, bizneset nuk mund të ballafaqohen pa bërë rritjen e kostos operative për to. Dhe kur rriten kostot operative, produktet të necessitin treg me një çmim tjetër. Dhe kush në fundit kush e paguan çat produkt e paguan konsumatori. Dhe në vend qeveritar të jenë të kujdesshëm të ngrisin cilësinë e jetesës dhe cilëtetin e jetës për qytetarët e Kosovës, ata bëjnë të kundërtën. Unë nuk e di çfarë interesi ka me rrit çmimin e energjisë elektrike. Nuk e di kujt i shkon në favor kjo. Sepse i dim që shumica e bizneseve tash kanë filluar mu largu, sidomos bizneset prodhuese, kanë filluar mu largu nga Kosova. Dhe tash të them të drejtën, ne çmimin për kilovat energjisë elektrike, domethënë nga duke pas parasysh raportin pa llogarit këtë përqindjen e fundit të rritjes, domethënë ne kemi dikun më të lartë se sa Suedia, se sa manet më të zhvilluar të botës. Dhe kanë fjalën e kalon mbi 800 kW. Dhe kjo lënë në kuptu që ne nuk e kemi standard, ne kemi tonat afrikane, ndërsa kostën e jetesës kemi shumë më të lartë se sa manet më të zhvilluar të botës. Sepse energjia elektrike ka me fakturu, nuk e di çfarë faturën të kemi me pagu ne, ka me bë inflacion tjetër. Shtyn këtu edhe tatimin prompt të cilën nuk u shtysh muj për mu implementu, dhe është darë për implementu vitin e kaluar, por për shkak që shkum zgjedhje e shtynën për këtë vit. Dhe vjen në kuptu që kosta e jetesës do të jetë shumë më e lartë, domethënë edhe në muajin nëntor do të ketë inflacion, për shkak që shumica e njerëzve grohen me inflacioni dhe nga rritja e çmimit të rrymës? Do jetë indikuar inflacioni edhe nga rritja e çmimit të rrymës, pra të shkaktohet një lloj zinxhiri edhe në produkte të tjera. Po dëgjoj, në qoftë se e morëm për bazë deklaratën e parë të Keskës, është domethënë një vit më parë kur kryeministri rriti pagën minimale, deklaroi Keskës se ne detyrohemi me rrit çmimin e energjisë elektrike sepse ne kemi rritjet kostos operative për punëtor. Domethënë kemi arrit rrogën punëtorëve sepse paga minimale është rrit. Dhe në mënyrë automatike neve na faturon në faturën e energjisë elektrike. Dhe çdo rritje e pagave pa produktivitet dhe çdo planifikim apo rritje të shpenzimeve pa planifikim, pa kthyer në produktivitet dhe në mirëqenie socioekonomike të vendit, kjo prodhon inflacion. Dhe faturat e energjisë elektrike, tatimi pron, rritja e pagës, unë jam për rritjen e pagës, mos dal që jam kundër rritjes së pagës. Unë jam për rritjen e pagës, por rritjen e pagës me produktivitet. Më mirë kishte qenë të ja bojnë sigurimin shëndetësor qytetarëve të Republikës Kosovës, presme 2-3 vjet, se sa t'ja vështjell të jave rrogën e 13. Dhe pikërisht qeveria nuk do të bëjë kësi diskriminimi. Dhe 20% e përbëjnë këtë tregun e fuqisë punëtore të cilët janë në strukturë të punësimit në Kosovë. 70% në sektorin privat. Se t'ja vep rrogën e 13 sektorit publik, e privati çka të bëjë? Domethënë këta të privatit për shka, ku janë këta? Janë në Afganistan apo janë në Kosovë? Pse ekziston shteti? Shteti ekziston për mos me pas domethënë diferencën mes strukturës punës, rregullimin e kontratave të punës e tjerë. Jo shteti të favorizojë sektorin publik,